Rreth Gazës kemi një situatë, mund të them jashtëzakonisht e komplikuar dhe që nga fillimi edhe 20 vjeçi i planit Trump, mund të them ka lindur për të qenë, mund të them jashtëzakonisht i pakjartë dhe implementimi i tij jashtëzakonisht i vështirë. Ata që njohin situatën në lindje të afërt, planet e tilla, mund të them që nga marrëveshja Oslo 1 dhe Oslo 2 kanë qenë vetëm përshkrimen e letër. Mendoj që Gaza pa një rezolut për trupat monitorues apo trupa paçruese ta quaj kështu, kalojnë për mes një rezolute. Po rezoluta më duket që është e gatshme, po ka kundërshtime. Nga se problemi ky që është nuk është futja trupave të Jordanisë, të apo të Emirateve të Bashkuara, apo të një shteti që nuk ka fuqinë dhe kapacitetet për të rrezikuar interesat e Izraelit. Mirë po hall në sy dhe kuptohet faktor i cili i dham më së shumti Izraelit është Turqia. Dhe hyrja e forcave turke për monitorim dhe mirëmbajtje të paqes, ta quaj kështu në Gaza, sepse nuk e besoj që do kemi një paqe kështu kuptimin e plotë të fjalës, do kemi probleme edhe në të ardhmen, do kemi si them kështu konflikte sporadike, ndoshta të intensitetit më të ulët, por goditje që Izraeli do t'i përdorë në momentet e saktuara, sepse edhe grupet e tilla të cilat janë, mund të them, që kolaborojnë me Izraelin janë mbas 4 grupe në rrypin e Gazës. Turqia dikun flitet në mediumet tona shqiptare dhe në analizat e njerëzve tonë flitet për numër që ndonjëherë është më tepër për senzacion se sa që ka të bëjë me realitetin. Turqia mundësinë e ka që të kontribuojë në aspektet përmes, mund të them, organizmit e tij të emergjencave, të cilat mund të jenë ndoshta të ndërlidhura me shërbimin e inteligjencës turke për të hyrë në Gaza dhe për ta pasur një kontroll, mund të them, edhe mbi Hamasin, sepse Hamasi sot në një farë mënyrë është dera vetëm është Turqia që e njeh si organizatë lirimtare dhe ka zyrët e saj e veta në Ankara, që udhëheqen nga Muhammed Dervish, por mendoj që të ajo që ka të bëjë me numrin e forcave turke flitet nga 1500 deri në 2500. Nuk mund të flitet për numër më të madh apo më të vogël, nga se ende nuk është arritur marrëveshje me të cilën duhet të bindet Izraeli që trupat turke duhet të jenë të pranishëm. Është më së vërtet që Trump ka dhënë fjalën Erdoganit që do jenë trupat turke në rrypin e Gazës. Këtë ka dëshmuar edhe ambasadori Amerikan në Turqi, ku do thotë Izraeli rezistencën është duke bërë në mënyrë jo, mund të them, racionale, nga se Amerikanët kanë dhënë fjalë dhe vetë personalisht presidenti Trump. Pra do jetë një situatë kur do kemi parapërgatitje për një konflikt të ardhshëm në linjat e duelit turko-izraelit. Dhe mendoj që e ardhmja e decenës do kemi një përleshje të tillë pas largimit nga harta e rrezikut për interesat izraelite në thojza nga ana e Iranit. Dhe kjo do jetë pika më e vështirë e Izraelit që do ta ketë një ballafaqim me forcat turke. Do të kemi një përballje mes dy shteteve, po thua, mes Izraelit dhe Turqisë. Absolut është e pamundshme. Në regionin e lindjes së mesme në përgjithësi kemi më tani në skenë 3 fuqi të cilat mendoj që Irani, unë shoh një ballafaqim me Iranin. Një konflikt kështu ushtarak mes Izraelit dhe Iranit, do ta kem episodin e dytë apo pjesën e dytë të lojës. Dhe kjo mund të shifet që Irani ka filluar të furnizohet bukur shumë me armatime, sidomos në aviacion, si nga pala e aeroplanëve kinez, të cilat janë C-80 dhe të kuptohet edhe Suhoi 35 rus. Mirë po, thuhet që iranianët kanë arritur që të testojnë edhe raketat të cilat kalojnë domenin 2000 deri në 3000 kilometra. Flitet, mund të jetë spekulim që po përgatiten edhe Karshamerin 500 që mund ta ketë dometin dhe goditjen në largësisë 12000 kilometër. Kjo mund të jetë spekulim pak prapë tham. Mirë po që se kryet dueli dhe prap ka një goditje nga Izraeli që nuk dihet si do të rrjedh fundi, si do jetë epilogu me Iranin. Konflikti i ardhshëm gjatë 10 viteve të ardhshme do ta kem Izrael-Turqi, sepse është e pamundshme që Izraeli
të mos i hjek nga harta e fuqive ushtarake dy rivalt kryesor si që janë Irani dhe Turqia. Por pas Irani, Turqia është patjetër ajo që do ndeshet këtë beleki një nopa për edhe të vetë qeverisë izraelite, ku një grup këshilltarësh që kanë punuar para në qeverinë izraelite, është, mund të thëmë, një plan i tyre, një studim i tyre 120 faqesh, ku parashihet që konflikti i pashmangshëm është me forca turke. Qartë. Mirë, zoti Bilali, unë të falenderoj shumë për bisedën në kushtet as pak komode edhe për të gjithë ekspertizën dhe informacionet që solle. Zoti Lori të kuptoj, po më kupton edhe mua. Asnjë problem, sigurisht. Dëshira kështë qenë të jemi në një vend ma komod, por ja kështu angazhimi e bot veten. Punë. Po knasi zërë me ty, është respekt bashkëbisedimi me ty. Të falenderoj. Dhe gjithat mirat. Të falenderoj. Mirë, ishim me ekspertin e Marrëdhënieve Ndërkombëtare Lutfi Bilali, folëm për disa zhvillime mjaft të rëndësishme nga arena ndërkombëtare. Ne do të shkëputemi dhe vetëm pas pak do të rikthehemi për bisedën e dytë. Mirë, jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë, do të flasim për disa zhvillime të rëndësishme ndërkombëtare që përfshin Evropën, por edhe Azinë dhe pjesën lindore, Azinë e largët. Kam kënaqësinë që, si çdo të hënë, kem lidhje drejt për drejt me mua studiuesin e politikave të sigurisë, Elianos Kasaj nga Polonia. Elianos, të falenderoj që jemi së bashku, të përshëndes. Ne të falenderoj për ftesën. Do ta nisim fakt me një zhvillim mjaft të rëndësishëm që ndodh në lindjen e largët, ku duket se tensionet midis Kinës dhe Japonisë janë ngritur, janë përkeqësuar për shkak edhe të deklaratave të gjuhës, pra të shprehjeve politike, sidomos nga ana e kryeministres japoneze në lidhje me Tajvanin. Po ti mund të më shpjegosh pak më shumë se për çfarë bëhet fjalë, çfarë janë këto tensione midis Kinës dhe Japonisë tani që në qeverinë të Japonisë ka ardhur një kryeministre si Sanae Takaichi, e cila është një nacionaliste dhe duket se ka rikthyer, po themi, qeverisjen e fortë në Japoni. Atëherë, gjatë kësaj jave, në rajonin e Azisë Verilindore, ose mund ta quajmë kështu, ose lindjes së largme, tensionet politike janë rritur jashtëzakonisht, kryesisht bazuar në dy zhvillime kryesore. Fillimisht ka qenë deklarata e kryeministres japoneze Sanae Takaichi, dhe që tha ju një grua me karakter të hekur politik, nacionaliste, konservatore, një vijuse, ndërsa ajo e quan vetë të tillë, e vijës politike të ish kryeministrit të ndjerë Shinzo Abe, por pjesë e atij fraksioni të partisë ose koalicioni qeveritar, i cili mund quhet ekstremist, i djathtë, radikal, ultranacionalist. Gjatë qelës së saj në parlament, një nga deklaratat më të forta që ka dhënë ka qenë fakti që nëse Taiwani do të ketë në të ardhmen e afërt ose të largët një konflikt të eskaluar ushtarak me Kinën, Japonia do ta quajë atë si një dhunim të hapësirës së saj kombëtare të sigurisë dhe do të ruajë të drejtën për dislokimin e trupave, siç e kemi thënë së bashku më parë në një nga emisionet tuaja. Projekti i saj qeveritar bazohet edhe te fakti i dislokimit të trupave në Taiwan dhe Korenë e Jugut. Diçka që Korea e Veriut dhe Kina sigurisht kanë qenë dhe janë jashtëzakonisht kundër, se pasi ne dimë dhe historinë që Japonia ishte okupues gjatë luftës së dytë botërore. Që para fillimit të luftës parë botërore, që në fillim të shekullit e 20. Po, në vitet 1905-1907 ata okupuan mbretërinë e Koresë, perandorinë e Koresë që atëherë, dhe më pas në 1931 ata filluan okupimin e Mançurisë dhe shpalljen e shtetit kukull të Mançukuos, që u quhet atë kohë. Edhe Taiwani sigurisht është pjesë e perandorisë japoneze, i okupuar po gjatë asaj periudhe. Kjo lëvizje është pritur shumë negativisht nga Kina, Republika Populore e Kinës. Ata kanë bërë thirrje direkte për tërheqjen e këtyre deklaratave dhe kërkimin e ndjesë publike, e cila nuk është bërë nga qeveria japoneze, ndërsa kryeministri japoneze Sanae Takaichi
ka thënë që ajo nuk ka çfarë të treshin mbrapa, edhe fjalët e saj janë diçka faktike, që Japonia është veprim që Japonia ka për ta ndërmarrë, me thënë dislokimi i trupave japoneze. Që Kina ka qetur ndërhyrje drejt për drejt në punët e brendshme të Kinës, pasi siç e dim, Kina nuk e quajnë Taiwanin një shtet të vërtetë, e quajnë thjesht një territor pak a shumë si Hong Kongu. Në garancinë ose le të themi një okupim momental amerikan. Po që do të kthehet sërish në një të ardhmë të kësaj radhe. Do të jetë pjesë e Kinës. Ashtu si dhe Taiwani e quajnë qeverinë aktuale kineze, qeverinë komuniste kineze, i quajnë një qeveri që nuk përfaqëson gjithë popullin kinez, pasi Taiwani nuk është pjesë e saj. Dhe Taiwani është më nacionalist në disa aspekte se Kina, për sa i përket le të themi bashkimit ose territoreve të vjetra kineze. Gjithsesi, dhe elitat taiwaneze në Taipei e kanë pritur shumë negativisht këtë deklaratë të kryeministit Takaichi, dhe ka qenë shumë të forta nga të dyja palët, dhe nga pala kineze dhe nga pala taiwaneze, duke theksuar që të dyja vendet janë vende sovrane dhe nëse Japonia siç supozohet të jetë në marrëdhënie midis dy vendeve, e shikon Taiwanin si një shtet sovran dhe independent, kjo do thotë që fjalët e saj janë krejtësisht pa kuptimta, me fjalë për dislokim trupash, protektorat e të tjerë. Njëkohësisht, ky eskalim po prek edhe pak a shumë Rusinë, pasi një nga pikat kryesore përveç Taiwanit ka qenë debatet ditëve të fundit mbi ishujt e veriut që ata i quajnë, ose Kurilet e Jugut. Po. Kurilet janë një arkipelag shumë i madh, po ata kanë 3-4 ishuj, disa mikro ishuj që janë afër Hokkaidos. Përfshin edhe Sahalinin aty? Ata janë 3 ishuj të kryesor që ata kërkojnë. Po janë disa mikro ishuj të vegjël që merren si një grup ishush pak a shumë. Po që Rusia ka qenë nga viti 1945 apo. Po. Pasi një nga faktet kryesore ka qenë që sot po diskutohet në parlamentin japonez është fakti që Japonia do të tregojë muskujt, po nuk është një vend sovran i një vend, pasi ata kanë shumë bazë amerikane, marrëdhënie të ngushta ushtarake me Amerikën. Në fakt kjo është pyetja. Kjo është pyetja që un kam. A e ka mundsinë Japonia të dislokojë kaq shumë personel militar siç thot Takaichi, duke qenë se Japonia vetë është një shtet i demilitarizuar prej luftës së dytë botërore. Ka bazë amerikane. Nga Shinzo Abe nuk janë më. Shinzo Abe e ka shpallur që nga 2013 ditën e paqes midis SBA-s dhe Japonisë, largimin e statusit të okupatorit amerikan si ditën e restaurimit të pavarësisë, ndërsa që nga 2013-2014 Austria japoneze po ndërtohet, po rindërtohet, le të themi, dhe sot ka gati afër 300.000, 282-285.000 trupa. Kështu që është në proces të ndërtimi e sipër. Gjithsesi, për të kthyer te Rusia dhe Kina ka qenë edhe fakti që Japonia së fundmi, së bashku me Korenë e Jugut, ka hedhur idenë e marrjes së armëve atomike. Për dislokimin e armëve bërthamore amerikane, pak a shumë si Rusia ka zhvilluar me Bielorusin, me dislokimin e raketave Areshnik. Ata po kërkojnë dislokimin e armëve, po kërkojnë në fjalë, le të themi që ka disa kuptime, por le ta quajmë që Amerikat e kanë propozuar dhe ata nuk e kanë kundërshtuar. Dislokimin e armëve atomike në Korenë e Jugut dhe në Japoni, gjë që i shto tensionet, pasi siç e tham, Hokkaido nga territoret ruse, pavarësisht se si Japonia i quajnë ato të okupuar apo jo, është diku te 30 minuta, një gjë e tillë nga Kurilet e Jugut dhe diku te një orë nga Sahalini, ku është nga bazat më të mëdha ushtarake detare të Rusisë në paqësor. Njëkohësisht, në dislokimi i armëve atomike tregon që ky rajon po nuklearizohet në gradën totale, pasi Korea dhe Jugut ka armë bërthamore, Kina ka sigurisht, Rusia ne dim që është një nga dy superfuqitë më të mëdha bërthamore të botës, dhe nëse Korea e Jugut dhe Japonia do të kenë armë të pavarësisht, ato do të jenë amerikane, le të quajmë. Patjetër. Kjo do të thotë që gjithë rajoni tani është një rajon nuklear. Ndërsa nëse që mbaj mend para diku tek 3-4 vitesh, ose para 5 vitesh në kohën e presidentit Trump, mandatit të parë, ishin tentativa për ta denuklearizuar totalisht dhe Korenë, po dhe pjesën e detit të Kinës që ne i quajmë, ose pjesën e Kurileve, që nuk kisha as ndërsa bërthamore, as armë të këtij lloji. Gjithsesi, kjo diskutimet akoma vijojnë mbi këtë aspekt, nuk është deklaruar asgjë
një datë fikse ku mund të bëhet dislokimi i armëve ose do arrijë një gjë tillë, pasi kjo do të kërkojë edhe kontratë edhe garanci, pasi janë armë bërthamore, ne që duhet të mbajtur, duhet të jenë specialistë veçantë që duhet i shikojnë e të tjerë. Pavarësisht kësaj, ana kineze e ka bërë të qartë qëndrimin e saj kategori kundër gjithashtu edhe kësaj mase, pra marrjes së armëve atomike të Koreas së Jugut edhe të Japonisë. Ata nuk kanë bërë deklarë zyrtare, le ta quajmë, që të thonë që ne jemi kategorisht kundër kësaj e do të munduemi ushtarakisht, pasi kjo është çështje që tek e fundit kinezët janë të kujdesshëm, ne e dimë, nuk duan të kalojnë ca vija të kuqe që nuk kanë më kthim brapa. Por që në çështjen e Taiwanit, ata kanë bërë të qartë që nuk do të trishen brapa dhe nëse një këmbë ushtar japonez do të dislokohet në Taiwan, atë kjo do të thotë luftë e hapur. Aktualisht Kina ka bërë thjesht qytetarëve të saj që të mos udhtojnë më për në Japoni. Linjat ajrore kineze janë në funksionalitet të plot për të tërhequr gjithë qytetarët kinezë nga Japonia. Ata kanë shpallur gjendjen e alertit, pra që ka rrezik midis dy vendeve, që qytetarët mund të mbeten aty, mund të arrestohen, mund të merren si pejë lufte e të tjerë, ose të intimidohen e të tjerë. Njëkohësisht, aktualisht në zonën ku është Taiwani, pra le të themi detin midis Kinës dhe Taiwanit, po dislokohet flota e madhe paqësore kineze dhe po bëhet gati për manovra mbrojtëse ushtarake dhe për ndërhyrje, nëse do të jetë e nevojshme. Gjithsesi, Ministria e Punëve të Jashtme kineze e ka bërë të qartë që ata nuk kërkojnë konflikt, nuk kërkojnë që gjendja të eskalojë, por thjesht kërkojnë nëpërmjet dialogut dhe diplomacisë të shmanget një konflikt i pa nevojshëm.